Sa mbritëm këtu dje, pam që kishte shumë gjëra që zhvilloheshin në qytet. Pyetja ime është, këto protesta duket se janë të përqendruara në çështje shumë specifike, zhvillimi bregdetare kështu me radhë. Sa shqetësuese është për ju si krye i qeverisë, si kryeministër, që këto protesta mund të bëhen më të gjëra, të përfshin më shumë çështje dhe të bëhen një lëvizje më e madhe? A është shqetësim për ju ky? Dëgjoni, pikë së pari. Ky është një vend i lirë. Unë vetë kam qenë pjesëmarrës në protesta. Dhe e di mirë, e njoh shihen e momentit kur e ke vështirë të protestosh. Di madje edhe shihen e gjakut, kur protesta ndos në një mjedis jo të lirë. Në këtë bulevard, jo një shekull më parë, por vetëm më pak se 20 vjet më parë, apo më sakt në 2011, 4 protestues u vranë me armë sulmuese. Që i kishin vënë në shënjestër pikërisht nga kjo ndërtesë. Kështu që për mua, është një epokë ndryshe, është një moment ndryshe në histori. Dhe është vërtet diçka shumë e mirë që njerëzit të mund të protestojnë pa asnjë problem, edhe pse mund të duket gjëja më e vogël, por nuk është kështu. Është një tjetër arritje e kësaj dekade. Një arritje për të cilën shqiptarët kanë luftuar për një kohë të gjatë, jo vetëm gjatë komunizmit, por edhe pas tij. Kështu që kjo është e para. E dyta. Kjo protest është provokuar nga një akt i shëmtuar dhune nga një rojë sigurie kundër një protestuesi në kufirin e tokës e vendit për të cilin po flasim qysh prej një javë apo më shumë, tashmë për të cilin, pra për këtë episod, morëm masat më të ashpra dhe më të shpejta. Roja është arrestuar, drejtori i policisë së Vlorës u shkarkua, dhe ndërkohë njësia e policisë që ishte aty në terren dhe nuk ndërhyri menjëherë për ta ndalur rojën, që të mos ta bënte atë akt të neveritshëm, është vënë në hetim. Kompanisë së sigurisë i është hequr licenca për të vepruar si kompani sigurie. Këtë kemi bërë ne. Dhe sigurisht, akti i dhunës ndezi ndjenjat. Video u bë virale dhe krijoi apo çeli rrugën për më shumë, për ngritjen e pikpyetjeve mbi zhvillimin vet, pikpyetje mbi pronën, pikpyetje mbi projektin. Pastaj, befas
çështja u bë më e gjerë dhe tashmë cek gjithçka, që është në rregull, por nuk jemi më në dinamikën e protestës së disa njerëzve apo shumë njerëzve, quajeni si doni, edhe pse kam parë raportime për qindra mijëra vet, që janë të çesharake, megjithatë s'ka rëndësi, nuk dua të flas për numrat, edhe pse numrat për mua janë mjaft modeste, por dua të flas për thelbin. Gjithçka ndryshoi sepse Befas nuk ka projekt. Pra, protesta u shndërrua në protestë masive me refrenin anuloni projektin. E thash po, anulojmë në këtë moment, po më tregoni projektin. Nuk ka projekt. Nuk ka të bëj me mua, nuk ka të bëj me Shqipërinë, ka të bëj me shoqërinë demokratike për të reflektuar se si gjysmë të vërtetat mund të bëhen gënjeshtra gjithmonë më të mëdha orë pas ore dhe mund të ndezin të gjithë mjedisin që nuk është më mjedis brenda ca kufive, por është një mjedis në mbar platformat, ndërkohë që nuk qëndrojmë më te thelbi, po diku gjetk, ku thuhen të gjitha gjërat e mundshme, që në fakt janë legjitime për njerëzit që duan t'i thonë apo t'i besojnë, po nuk kanë të bëjnë as pak me mua. E me ne. Nuk e di në qoftë se ju përgjigja si duhet pyetjes, por jam i sigurt që të tjerë do duan të pyesin dhe do të përpiqem ta plotësoj. Po. Ju lutam, jepini mikrofonin.